Dhe mesazhi përfundimtar i Bajramit në përmbyllje të Bajramit, Allahu i madhëruar na jep ditë të caktuar në mënyrë që ta rikujtoj si duhet të jeni ju gjatë gjithë jetës së juaj. Pra jo me përmbyllje të Bajramit të përmbyllen edhe lidhjet farefistore. Jo përfundoi Bajramit, përfundoi edhe vizitat e njërit ndaj tjetrit. Jo përfundoi Bajramit, përfundoi edhe afërsia që ishte në mesin tonë. Jo përfundoi Bajramit, përfundoi edhe respekti ndaj prindërve. Jo përfundoi Bajramit, përfundoi edhe ndihma ndaj nevojtarit. Jo përfundoi Bajramit, përfundoi edhe kujdesi ndaj jetimit. Përkundrazi ato që Allahu kërkon në këtë ditë, na rikujton ne që kështu duhet me qenë besimtari i preokupuar, dhe duhet me qenë besimtari nga dishmëri, e duhet me qenë besimtari i angazhuar çdo herë në përhapje të mirës dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Allahu na bëj frytyrë ya Rabbel